Në bashkohet në këtë lidhje të drejt për drejt, Azdren Shala, antari Socialdemokratëve të Kosovës. Përshëndetje, Azdren. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Vetëm se nuk jam antari asnjë partie. Ka një vit që jam shkuar edhe nga angazhimi në PSD, kështu që vetë opinionist i pavarur. Atëherë ish antari PSD-s për të qenë korrekt. Po. Azdren, si ke parë takimet e zhvilluara nga kryeministri Albin Kurti, që deri më tani duket se nuk kanë prodhuar një rezultat. Në fakt, takime që nuk kanë qëllim konstituimin e qeverisë, por kanë qëllim zgjedhjen e presidentit, sepse aty është pengesa kryesore. Dëgjoni, këto janë takime të zakonshme të njohura. Na kemi pa edhe pas zgjedhjeve të 20 dhjetorit duke bërë si përpjekje. Këtë qëllimi i Kurtit është jo me gjithë zgjidhje, por me lënë fajtorin që me ndërtu të regimin për zgjedhjet e ardhshme. Ne po ime një cikël pambarim të zgjedhjeve, duke e njohur si profil politik Kurtin, me qenë se kam rroktuar bashkë me ta për një periudhë kohore të mesme, mi thonë, nëse jo të gjatë. Kurti është person i cili nuk menaxhon shtetin, nuk menaxhon sistemin. Kurti dëshiron me menaxhu masat që i bjen. Ky si politikan i profilit që beson që shoqënia me qenë gjithmonë një revolucion permanent. Prandaj revolucion, lëvizje permanente që i bjen gjithmonë pas zgjedhjeve. Këto takime e kanë vetëm një funksion, me i lënë në fund fajtor për dështimin zotin Hamza dhe zotin Abligjiku, edhe më fushat me ime kartën që ky është personi që po lip zgjidhje, por opozita është që po e bllokon, në mënyrë që merrit në fund atë kuotën zgjedhore. Herën e fundit ju e pa doli 47%, ndërkohë kërkoi mbi 61%. Pa e mrrinj atë finim. Kurti nuk ka mundal asnjëherë duke na e përsërit neve ciklin e pambarim të zgjedhjeve. Nëse Kurti nuk do dalet asnjëherë për të përsëritur zgjedhje të vazhdueshme, pra periudhë pas periudhe, edhe opozita është në të njëjtin pozicion, pra as opozita nuk do t'i japi një ndihmë Kosovës për mos shkuar në këtë cikël? Është në të drejtën e saj dhe ajo? Nuk varet prej opozitës. Opozita i ka dy shtigje. Ose i nënshtrohet Kurtit, që kishte qenë fundi i opozitës, ose duhet me u bë gati me shkuar në zgjedhje. Dhe e dyta, kjo opozitë, këta politikan opozitar, Abligjiku, Hamza, zotja Radine, këta janë politikan klasik, janë politikan që karrierën politike, dijen politike e kanë në performimin e establishment, ndërkohë Kurti është e kundërta. Prandaj, medikamenti që e lufton këtë qeveri populiste, këtë lëvizje populiste, çfarë është e Kurtit, nuk mundet me qenë partitë establishment. Duhet në Kosovë, nëse do me përmbys një herë mirë Kurtin, me rrezuar këtë regjim autoritar, populist, duhet një lëvizje politike, jo parti që janë të etabluara dhe kanë profil, kanë mendësi të establishment.